përshëndetje, me qemi sërisht me Madame Debat, edhe sërisht kemi një temë shumë të nxehtë, e cila ka trazuar këto ditë rrjetet sociale. Ka të bëjnë me raportin e prindve dhe fëmijëve. A duhen prindrit me ndiku në jetën e fëmijëve, apo nuk duhen? Shoqënia është dhënë në dy pjesë, ata të cilët mendojnë që prindrit gabojnë kur interferojnë, edhe ata të cilët mendojnë të kundërtën. Me mua në studio sot, Plum Dungaj Pupa. Pupa shoh nga It's My Home, mirë se erdhe Pupa. Mirë se u gjeta. Ka ardhur direkt prej Tirane edhe do të jap kontributin e vet lidhur me këtë temë, po ashtu në studio me mua është Dashna Aslani, mirë se erdhe. Përshëndetje, si je? Mirë se erdhe Miriam. Dhe ishte me thonë mirë se të gjeta. Qerreti, mirë se erdhe Violet. Mirë se u gjeta. Non e juriste me profesion, edhe sot ke një qëndrim shumë interesant. Çka po mendon ti? A duhen prindrit me interferu në jetën e fëmijëve apo jo? Po duhet patjetër, për shkak se na jena edhe shqiptarë dhe kemi mentalitetin dihet më. Normal që duhet me ndiku patjetër, edhe duhet me ndiku pozitivisht, jo negativisht, unë e mendoj kështu. Dash, apo mendon ti që duhen prindrit me ndiku në jetën e fëmijëve, as duhen? Po mendimi jam është me ndiku, nuk e di sa mund me ndiku, se është. Edhe tjetra mbaret për shembull pe moshës të fëmijës, nëse është mbi moshën 18 vjeçare, unë mendoj që fëmia është mirë edhe pak a shumë me këshire dhe intereset e veta, po kupton se nëse prindi gjithmonë mundohet në atë aspektin me shku, nëse më fash që po e tham këtë fjalën se nëse është mirë. Po nëse një prind nuk ka shumë i arritshëm edhe një fëmijë mund me dalë më i arritshëm se prindi, nuk ban me ndiku shumë, me pengun ato ëndrat e veta që do në realizu jetën e vet. Nuk ban. Nuk duhet me ndiku. Mbi moshën 18 vjeçare nuk është mirë me fol me fëmijën për mirë, po me çush i kena që tha dhe për me ndiku shumë, me mundu me shtyp edhe mi thonë zban. Nuk kisha menu që është mirë. Nuk e menu. Pupa, si e ke mendimin ti? Po japim gjithë ka një mendim fillimisht, masi do ta hapim debatin. Unë e mendoj që prindri duhet të jetë ndikues tek pjesa e fëmijës deri në një moshë të caktuar, pas moshës së caktuar, mendoj që duhet të jetë pak më i tërhequr prindri, sepse vetë fëmia duhet të ketë hapin për të ecur përpara që prindri të jetë një referues edhe jo komandues. Mirë, kur është ajo mosha, kur është ajo koha, deri kur është, mendon ti që është një kohë se ti ke fëmijë të rritoni edhe gjësh, flasim për përvojave tona edhe për përvojave që ti ke punon me si ndihmë social apo kujdestar psikosocial. Këshillues, çka shef në terren? Kur është ajo mosha ideale që një fëmijë mund të bëjë vendime për të cilat nuk pendohet? Unë e mendoj që fëmia sot në fakt ka marrë pak kot, për shkak sepse prind ka, por nuk din të prindërojnë, pa e ofenduar. Por unë mendoj që edhe vetë prindrit duhet të drejtohen disa zyrave ose zyra këshilluese përpara se të bëhen prindër. Pra, zyra këshilluese para prindërore. Do të thotë që këto mund t'i japin një ndihmë që nese kur të dalë. Ka rregulla prindërimi? Unë mendoj që po, ka rregulla prindërimi. Mirë, cila moshë Dash është ajo e cila thotë që duhet me qenë boll ndikimi i prindrit në jetë? Po, është normal edhe me legjë, mbi moshën 18 vjeçare, pak a shumë gjithmonë nisën atë për vetës, edhe pse nuk është që në prindin temë ashtë edhe kumë dëgju, po nuk do të thotë që prindi për moshës 18 vjeçare kur e ka pa që po shkoj të arrit edhe u përzit diçka, po kupton, gjithmonë e ka pa atë pjesën që mirë, nëse ti shkon të arrit, po nëse shef fëmijën tënd që nuk është të arrit, a duhet mi lanë dhe mos me këshillu më? Me këshillu nuk thot kërkush me këshillu, ndryshon me këshillu, se unë jam marrë me modelizëm. Edhe për shembull, nashtë mund me dalë një vojës shumë e bukur, po e marrë dhe për lidhëm pjesë ku prindin është gabim. Kur është nashtë një vojës shumë e bukur, edhe paka shumë i shojnë ato pjesën e bulli
që e bullizojnë, apo kupton, dhe një vajzë e bukur, prindi i ka bon vajza mbi moshën 18 vjeçare. Tash ajo ka mundësi dhe me arrit më shumë për moshën 18 vjeçare. Pse? Na është i bëhet mes dikon, na është i bëhet këngëtare, na është i bëhet prezantuese në televizion. Po na është edhe gjatë modelizmit e gjanë një burr suksesshëm, apo kupton? Tash çka ndodh? Nëse na mundomi një vajzë në mbi moshën 18 vjeçare me mbyll, pse shkon në shkollë, pse nuk shkon në shkollë, ose shko veç me shkollën, ose pse mirësh me këtë pjesë, unë mendoj që është gabim. 18 vjetë. Se pun, aja ka bu moshën 18 vjeçare. Ti mundesh me këshillu. A janë Violet 18 vjetë mjaftueshme me qenë një fëmijë i pjekun? Do të thonë, nuk po foli se na kem për detyrë derisa na të japim frymën e fundit, më kujdeset të më jap këshilla për fëmijët tanë. Edhe me ndiku. Me ndiku nëse është diçka e mirë po, nëse është më falë, diçka e keqe, po nëse është mirë, do më thonë, aje din rrugën e vetë edhe du të me vazhdu, ashtu vetëm du të me japë për krajen. Po nëse po rrugën e keqe, na së folëm rrugën e keqe, se asë një prins ka qenë me po thëmi në vetë rrugën e keqe. Asë shokën, asë shoqën, asë në rrugë keqe kush nuk dënë ty, rrugë mirë dënë, po më po folën atë pjesën ku dikush, unë e mora një shemë, rrugë e mirë është nëse një vojzë e bukur mirë në modelizëm. Çka nëse ty duket rrugë e keqe, prindi ti duket rrugë e keqe, fëmijët ti duket rrugë e mirë. Më thashën e thjesht, shumë e thjesht. Prindi ti duket rrugë e keqe që mirë me modelizëm, shumë e thjesht. Po vetëm i tregon që mu shama nuk po më pëlqen çka ti je të bë, edhe pak du të më janë nigu dhe hatrin e prindve. Po mu nuk më pëlqen nashta. Ti prindë dhe vajza jote s'të pëlqen, ty me shku modelizëm. Po nashta s'më pëlqen, se aty jënë pak modelizëm, jënë pak e zma ndryshe. Jo, po përse nashta? Po për shembull nëse e morëm si shembull. Nëse e morëm si shembull, televizioni, këtë vajzat që sot punën në televizion janë nisë për botës modelizmit. Këtë sa diki dhe më thonë... Në regull, unë e vajzën të nëse kështë aktori kim botë modelizmit. Si që the edhe ti, në qofë se do matë hatri prindrit, në ai fëmijë nesër nuk do ketë hap për para. Ku me arrit ai fëmijë? Ai do ketë një hap për mas. Po për shembull baba i thotë jo bën doktoresh mos e bën modele. Po çede? Po, cila është tash e vërteta, cila është më e mirë? Atëherë më e mira, prindri nuk ka prindër të keq i cili të këshillon për dalë në jetë. Të gjithë prindrit mundohen të nxjerrin një fëmijë sa më të shëndetshëm dhe të devotshëm dhe të jetë një fëmijë shembullor, sidomos për shoqërinë, sepse edhe shoqëria ndikon më shumë se sa prindëri tek fëmia sot po të shikojmë. Se në qoftë se unë e këshilloj fëmijën tim, e edukoj, e arsimoj dhe pasi ai del nga dera e shtëpisë, unë nuk e shoh atë. Dhe ai mund të ndikohet nga pjesa e shoqërisë. Po jam dakord, në qoftë se një fëmijë i cili është mbi 18 vjeç, është i vetëdijshëm dhe di të zgjidh se çfarë shoqërie duhet të shoqërohet dhe të rri me te. Por dhe këtu vetë prindri duhet të jetë pak kujdestar, të ketë pak kërkesë llogarie, sepse sot ka humbur edhe kërkesa llogarisë. Sot nuk njihet orari i sofrës së darkës në shtëpi, është për të ardhur keq në fakt. Ti jemi realist. Të do prend shembull, për shembull të unë ka rregulla. Sepse nuk respektohet prindri pra, se prindri thot në orën 21 të mbrëmjes duhet të jeni në shtëpi të gjithë. Ku në një kohë fëmia më vjen pas orës 1, 2, 3 natës. Në ora 11 ka orën e punës. A tjetër, pjesa e punës është tjetër. Po mirë, në rregull ta shti. Sot nuk është sikur kohë më herët ka qenë. Po një 18 vjeçar, në qoftë se ty si prind nuk të bindet sot, harroje se do të bindet nesër. Sepse është kultura dhe edukata jote, ajo e cila ti ke dhënë atij fëmijë që ti thua në orën 21 duhet të jesh në shtëpi dhe ai 18 vjeçar nuk do të vinë në orën 11. Mi thonë aty na ke marrë në shtëpi patjetër, a? Qysh? Mi thonë ti bimosh 18 ke marrë në shtëpi, a? Ka për shembull nuk është puna problemi tek bimosha. Ai duhet të respektojë. Dëgjoj, nëse folëm nën mosh, ai duhet të të respektojë ty. Jo, na të fol si prind. Unë a di pse jam i nxehtë që tem Pandegon, a di pse jam i nxehtë që tem. Jam i nxehtë se më komponush, domthon 15 vjet me modelizëm, edhe pak a shumë e din. Na po folim si prind. Po jam pak i nxehtë që tem se unë kum pa shembull shumë njerëz që kanë pasur mundësi shumë arrit, edhe se kalon domthon shoqëria nashti, prindi se kalon. Valla çfarë po shohim ditësodit shumë prind të lërushëm ka. Unë e thash pak përpara. Sot është shumë lehtë të bësh prind, por është shumë vështirë për të prindëruar. Duhet ta kuptojmë pak ju lutem. Sepse sot po të shikojmë shumë prindër, se unë jam vetë prindër, unë jam vetë gjysh, siç e tha dhe Antigona pak përpara.
Dhe unë vetë, aktualisht për moshën që kam, unë kam marrë pjesë në shumë evente të ndryshme dhe në reality show, apo ish pjesëtari i sezonës së dytë të It's My Home-it, apo jo. Në atë kohë unë sa kisha feju dhe djalin. Pra unë u përballja me grup mosha të ndryshme, të cilët kishin karaktere të ndryshme, por çfarë do të thotë, unë ruajta limitin, ruajta standardin si prindër, duke luajt një lojë jo të pistë, pra të mos ndikoj as negativisht brenda lojës dhe as jashtë lojës tek publiku. Po vetëm jetu më thonë që ti, një fëmijë, kur ti bën 18 vjet, është i vetëdijshëm me kuptu çka o të bo, edhe ti ma nuk guxon mu përzi në vendimet e tilla. Jo, nuk guxoj. Mundet të gabuaj. Unë mundem të ndikoj për ndonjë këshill në qoftë se ma kërkon fëmia, sepse sot nuk ka detyrim. Nuk ta kërkon, edhe ai supozoj unë vendos me u drogu. Atëherë, nëse ai vendos për tu drogu, unë kam të drejtë ta këshilloj herë 2, 3 pastaj nëse ai fëmijë, nëse vendos më drogu ti ki drejt me këshillue, ki drejt na shumë gjëra më do. Është edukata ime, është kultura ime që i kam dhënë atij fëmijë i cili ka ndru rrugë gjatë udhëtimit të jetës. Është kultura ime si prindër, nëse devijon fëmia. A do të thonë që është përgjegjësi e prindit nëse fëmia deli pa suksesshëm? Po. Po ka, sepse pikërisht tash pak përpara, pikërisht i tash dhe pak përpara dashit. Nëse unë i them fëmijës, nën 18 vjeç, duhet të jesh në orën 21 në shtëpi, sepse shtëpia ka rregulla. Nëse ai fëmijë vjen, ai fëmijë bëhet i shëndetshëm, por mund të ketë edhe tipe të ndryshme se mund të jenë hiperaktiv, që nuk ndëgjojnë. Do të më kom pak si prindër rigoroze. Por nëse ai fëmijë i cili nuk ta respekton deri në moshën 18 vjeç, mbi 18 vjeç harroje se do ta respektojë prindërin. Edhe sot është për të ardhur keq. Sot nuk respektohet prindëri. As fjala prindëve nuk ecën. Nuk ecën fjala prindëve. Po ndodh, pse nuk pungon prindrit masi përpara? Se unë për shembull kum pa shumë raste se prindërit pritoni edhe më mirë fort me fëmijët e vet. Nuk din për shembull e lën ose vajzën ose djalin me dal, nuk din kur i vjen, nuk din kur shkon, nuk e thërret, i thot, "Okej, në rregull, vetëm u kon ai prind rahat." Po pikërisht pra, se dole ku dola unë aty ku thash, pra që thash në mirë, fola për pjesën time. A bën më ndërhy pak? Hajde urna. E pse do të me fajsu prindin, për shembull, nëse një fëmijë është mbi moshën 18 vjeçare, edhe më mundu çaq shumë i përzi fëmijës vet kur nashti ai e ka shumë vështirësi me bën mbijetesën e vet, me shku me punu dikon 8 orë për rrogë, e thash fëmija, ty nuk të ngon kur gjëheq, as nuk është gjendje me shku me punu ai fëmijë, për shembull, ati mundohesh me... Na jena të qalu diku, jena të thonë që një prind nuk ja dënë kur të keqen fëmijës. Se dënë kur, absolutisht. Thot më se nuk e thirë fëmijën e vend telefon, apo kupton? Nuk e thirë, nuk e din prindi ku është fëmija, ose e din, nuk kujdeset edhe ai prind rrin rahat, këshyr Big Brother, ose këshyr ku do një emision, duhet me thirë ku je, nuk vjen mbrapa ore, shkon e merr. Atëherë që të flasim hapur, dash i lutem. Dash të lutem. Unë e lut Zotin se i kam fëmijë. Do ta pak ta dëgjojmë çka po thotë. Mos bazohemi në vetë. GPS-in ja lëshon fëmijëve edhe? Po, unë shembull nuk ka ndosur, unë jam pak prind rigoroz, jo në atë aspektin me rrejë së dhunës, çka do me bë, po gjithmonë për shkak që na kemi edhe fëmija mi kanë lind në Zvicër, për shkak që na kemi edhe pak kulturën evropiane, shkon me fjalë ose e dënon. Për shembull, ka qef me hungur një qips, nuk e jep një qips në jodet. Edhe ai bindet me çato edhe din që duhet patjetër me bëj çka thot baba ose nana. Okej. E kena pa që Po, në mosh. Për mi për mi 18 vjet ka, domethënë, unë sot jam e martuar. Çfarë do të bëj? Edhe sot e respektoj prindrit e mi. Nashta për shembull jam kritiku për shembull nashta pizzoll që më donë emisione së dikon, edhe më kanë thonë nashta prindrit, nëse është e mirë për ty, vazhdo. Nëse s'është e mirë, të lutem mos vazhdo më. Unë i kam thonë që po më pëlqen, okej, vazhdo. Po do të them edhe këtë që i thash dhe pak përpara. Domethënë ti në këtë moshë, edhe pse je non, edhe pse i ke fëmijët e rriton, ti ala sot e merr faktikisht një mënyrë miratimin e prindve për me vazhdu një ide tonë për edhe që tjetë. Dashi po thot të kundërtën fare. Dashi po thot që nuk duhesh me i vetë. Na e kem këtë mentalitet. Nuk duhet një bashkëpunimi me familje, me prindin, normal se me prindin bisedoj. Po,
Nuk do thot nëse prindi mu më thot për shkak mos e ban një moda aseti që tjetë qeli, edhe ai më thot mu mos e ban, se do të më ngu ata më thonë mos e ban, nëse bajnë se në vendosi vetë, se mira vetë me biznes. Ai s'm tregoj mu prindi. Kemi rastin e fundit në Big Brother, ka qenë mentaliteti i njerëzve që janë rritë në Zvicër, fëmijët që është rritë në Zvicër, ka pëlqyer ai që ka mentalitet. totalisht në ndikimin e babës vet, i ka thënë ka hyrë baba në shtëpi dhe i ka thënë kjo vajzë nuk është për familjen tonë, edhe djali e ka ndëgju. Tu ka duk mirë ty kjo punë. Jo në Svedi se përcjellni. Unë ka duk shumë mirë, bravi qova ti prindrit, edhe ashtu nuk kisha bën njëjtë, për shkak se që është tha dhe Leonora Jakupi që nuk na ka njoft Romania dhe unë nuk më pëlqen ajo vajzë, Toni është shumë djalë i mirë, në respekt për djalë, por respekt edhe për prindin për shkak që ai e ka rrit jashtë, edhe unë jemi kallëzu se kujdes çka jetë të bë. Se ndryshe është mbrenda, ndryshe shohim na jashtë. Po duhet të dish se si është prekur dhe prindri i asaj vajzës, sepse ajo deklaratë është bërë publike. Edhe duhet të dish se një prindër i cili, të lutem, një prindër i cili del në publik dhe në qoftë se unë dal përpara, të lutem, jam dakord, është mënyra jote, është e drejta jote. Por unë si prindër do ta kisha menduar shumë mirë, sepse në një reality show si Big Brother Kosova 4, siç është sot, ka një dhomë rrëfimi dhe mund të thirren dhe mund të bëjnë një analizë aty brenda dhe mund t'i thotë, por përpara publikut mendoj që është pak e ulët, sepse ka ulur një femër. S'ka rëndësi se nga është ajo. S'më intereson fare se cilit shteti përket. Por mbi të gjithë, të lutem, mbi të gjithë ka ulur prindër të një vajze, e cila nesër ndoshta kur ai prindër, unë e respektoj vendimin e tij, por kur ai prindër i cili ka ulur një femër përpara një publikut, duke ngritur birin e tij, do të thotë që a duhet të mendoj pak edhe për prindrin asaj vajzës? Fal pak, po ajo me konë që ka prindë dhe ja din tu dhe prindëve nuk bën striptiz atë, edhe mi provoku moshët. A shepra që del tek ajo që thash pak përpara në fillim fare, është edukata. Atëherë prap, pse ti del në kundërshtim me opinionin tënd? Sepse unë të thash, një prindër i cili Të lutem, bëjmë diskutim konstruktiv. Unë të thash që në fillim. Mirë, pupa, a do të kishe e kuptova, po usë hajde. Në momentin që një prindër i cili edukon një fëmijë, e arsimon një fëmijë dhe din çfarë produkti dhe çfarë fëmijë nxjerr për të ardhmen. Po ajo kon provokative krejt kohën, po vjen keq. Të lutem, një sekond. Fëmijë, mbi të gjithë është fëmijë. Jo ajo, po fëmia i cili është provokator nga në moshën 3 vjeç, se aty fillon dhe fëmia, 3 vjeç e sipër, kur ai arrin ai prindër, sot një prindër mundet në moshën e dashit apo në moshën time ose edhe në moshën tënde, ka plot prindër sot që japin fëmijës telefonin më të shtrenjtë se sa kanë vetë në dorë. Ja japin aty fëmijës, fëmia se çfarë programi luan nuk e di, prindri pin kafen për qefin e vet. E di dhe këtë gjë. E tash më fal, pupa, ti ke 3 djem. Kam 4 djem, edhe një nip. Do ta kishe pranu në shtëpinë tonë një nuse e cila ka një OnlyFans. Atëherë, unë nuk jam në kundërshtim në qoftë se djali im do ta pëlqente, unë do ta pranoja me kënaqësinë më të madhe sepse e pëlqen djali. Ama në qoftë se unë dhe djali më thotë që unë nuk e dua ose nuk e pëlqej, për çfarë do ta marrun? Okej, domethënë ty nuk të kishte pengu kur që nusja e djalit ton ose e dashur e djalit ton me pas një punë e cila nuk është fare. Përderisa e pëlqen djali, përderisa nuk i prish punë djalit, mu nuk më prish punë as pak, sepse është e drejta e tij të zgjedhë. Se ka moshën. Dashe? Se nuk jam gjore se përcjellë atë misionin edhe nuk di çka ka ndodhur. E kuptove çka ka ndodhur. Ka qenë një vajzë, është një vajzë rumune e cila është ka një account OnlyFans, se ka emrin e OnlyFans. E din me çka merret OnlyFansi? Jo. Me shitjen e fotografive intime të vetat. Se vedi, apo, në rregull. Shitjen e trupit. Jo, shitjen e trupit, po shitjen e fotografive të vetat, intime dhe videove, e cila ka fillu me flirtu me njënin pi djemve banore aty. Edhe në ndërkohë ka hyrë baba i vetë dhe i ka thënë që na nuk jena dakord as pak ti me vazhdu lidhje me këtë çik. A ka vepru mirë apo keq ai bab? Kjo është lojë, nuk është se mendimi jam dëgjom. Zbesoj që. Dëgjom, kjo është
është emision, është televizion, edhe mendoj që gjithmonë mundohen me arrit deri në atë pikën ku rritet shukëshmëria, apo kupton. Edhe vjen prindi bant, kishte pse. Na është mund mendoj të shkon shqiptare, veç ta kry. Na është të shkon shqiptare nuk kishin guzuar me bant, apo kupton. Për shembull, më kanë shqiptare thot, e kanë pona që thotë i rumunë, thot hajt se s'kuptohet. Se më kanë shqiptare për shembull, më kanë vojza jam me del tjetri vjen mirë thot, por nuk do të më ul tjetrin publik, apo kupton. Pikërisht. A është ule e keqe, s'pranoj unë me këtë qik. Po nëse djali jem e pëlqen atë vojzë, edhe shka më intereson mua e kush është, funi, unë mundona me këshillu, mi thonë, o ti djali, mu që ke vojzë që jetu të kriju të një lidhje martesore, a jetësore, së më dogot për ty, nuk është e mira, mo të së një përzish, dhënë shumë. Jo, son spedit shumë përzija, a i ka thonë ti, në shpijen tem, s'mën me himranë nëse vazhdojnë me atë vojzë. A që shka ndodha, ja bërë me... A përsisht që ashtu diçka, nuk e pranën familja jonë. Po, ka problemi. Problemi këtë djali, është invarën për prindit dhe vetë, jetesën e ka, aty jeton. Jo, a i ka qeni martum, i ka 2 fëmijë për martesës parë. Po, apo në biznes, është invarën për prindit, atë qka është? Ka lidhje bre dash, a është invarën, a është invarën. Qështë është invarën? Se nëse prindi e manë fëmijën me këtë prishin punë paret këto. Pse po me ndonë, më falë, veç heke këtë punën e pareve. Pse prishin punë? Nuk jena të folë na, supozojmë që ajo biznismen edhe mundet më martu edhe nesër ka me që kam i majtë atë gru. Po se përsham nësaj ko jetën e vetë edhe ko biznisin e vetë, kësë ngën prindin e vetë, e dënë atë vojzën edhe u krysin. Na e kuptojmë që se ngën, po a është mirë prindi mi thonë, apo nuk duhet mi thonë? Mi thonë, duhet mi thonë. Aja ka këshillu, nuk i ka thonë, ba... Mi thonë, duhet mi thonë, pse jo, mu së më pëlqenë kjo kështu, po nuk më mi thonë, ty qes për shpijës, nëse vazhën ty me ata. Nesër, kisha bo bilim edhe mazi. Ja, unë mendoj që këshilla publike, ajo këshillë publike është ofenduse. Duhet ta kuptojmë, se ti duhet t'i jesh vetë, je prind vetë, je nën vetë. Si do të vinte ty t'ja thonë të gocës tënde? Mirë, ja bëni se goca ime shfrinohet ashtë me moshkuj. Goca imi nuk e birë në dejnë atë nivel. Jo, ti mu se kap gjonët personale, kap gjonët publike, apo do më publikisht nuk më pëlqenë. Jam plotësisht dakord se shumë bukur e tha dhe Dashi, po si kur t'ishte shqiptar ajo vajza. Po dhe se bon. Si do t'bjete prindri i asaj shqiptare? Po, unë besoj që ai prindi mas pari duhet mundi keq, se si sillet ajo vajza. Masa ne duhet mundi keq, se që është dikush e ka trajtu. Po pra se pse? Abdin, se na nuk mundra mi trajtu, si mundesh ti mi trajtu dikon ndryshe pos që ashtu qysh ajo të lejon mi trajtu. Po djali nuk është nën 18 vjeç, është i vetëdijshëm çfarë bën. Sepse ai e ka marr vetdijen me vete ku ashtu atje. Mashkull. A provokohesh për një femnës? Urdhra? Provokohesh për një femnës. Edhe po jam provokuar dhe nuk kam arrit me ram pleca. Jo, për shuj poshës. Jo, fare. Jam i vetëdijshëm. Jam i vetëdijshëm. Veç një gjallë që avona dhe publike. Po për ti po për moshë, për okej, jam dakord. Ama duhet të jesh e vetëdijshëm. Se na kem po me sytë se ne ku të flasim duhet jemi pak të vetëdijshëm. A bën vetëm pak, se e kisha pas shef një fjalë me dhënë publike, apo kupton. Publikisht po e them para kamerës, gjithmonë jo çka jeni më të ri, mundono me arrit në tarmën vetëm për prindin e juve, po kupton? Mundono që edhe prindi ju me ta krenoni prindin. Po, në sekond ta kryj. Gjithmonë unë nëse ban një arritje, mundona mas pari me arrit në të mirat për mi tregu prindit tem se çka ka bën, po kupton? Edhe ata moshkoj edhe femna, gjithmonë mundoni për prindin e ju, që në të ardhmen prindi ju i ka bën 60 vjet, 65 vjet, penzion, nuk ka ardhme. E nëse njëri nuk arrit, nuk punon këtë jetën për me majtë prindin e vetë kështu para durve, për mendimin tem, ai nuk është njeri. A pjesa ku e fola te biznisi, është diçka tjetër nëse prindit thot, mëse ban këto, mëse ban këto. Kur e shetit arsyeshme që ti keme arrit diçka në të ardhmen, ban me ban. Apo kupton, s'po kupton. Thash ku del problemi? Ti thot, pe lidha gjithmonë te modelizmi për shkak se është i bullizuar. Ose te televizioni, ose te It's My Love, ose te It's My Home, ose ku morëm shumë ku e thojnë mos shka, mos ban, mos e ban, po që arrit del pe atina dhe arrit diçka. Mos ti marr shembuj që ka pas shumë kandidatë na, më fal shprehje zban ashtu me përmend se është keq, po s'kan pas kushte të mira jetësore, edhe kanë bërë shumë parë për asajna. Tash ti prej Ismailovit kanë bërë parë shumë. Edhe unë ku marrit për Ismailov dhe ku më bërë parë, ku marrit. Po, tash në shtyprin djemë ka mund me thonë, hej, ti shumë mirë, po punon shumë, je shumë i zoti, ke arrit shumë që ku ardhë. Po pse po shkon që atë emision? E unë tash me thonë brindem,
po thuti mës me shkua, unë i kam përmi 18 vjetë, po s'po të ngoj me shku se po shkoj, se po kam interes, se po baj reklam, a kupton ose po kupton? E tash, unë se ngova, prindin të jam qatë kur më tha mës shka të Ismailovi, po kur u i rrita kushtë e mija, arrit diçka prindin të jam me thamë, zëtni, reulti, shtërinja të inflajnë sa dush, urdhënda. Se bon, nuk shkova të punu me drogë, nuk shkova asni punë të e bo tjetër, shkova me një televizion, ose morë me modelizëm. Si jajnë të kuptua? Po, na jena qëllimi është që unë jam të shku rrugës drejt, por derisa unë shkoj rrugës drejt, për shka do të me ngu prindin? I ku bot 18 vjetë. Dasha, kështë pranu ti një nuse në shpe cila ka një OnlyFans. Po nuk kanë, kur e dënë, ti mu jo, shka më interesa mu shafën? Ajo e mirë për të ardhmen e fëmiu tonë. Po, a di ko, se unë femnën, se në qesë kur poshtë, përka se në qesë kur poshtë femnën? Pse femna, te moshkojnë pak ma të rrëtë që më kanë do bizniset vetja dhe gjithmonë kanë mundësi tjera. I kanë hapsira më të mëdha për me punu. Te femnat kanë më pak hapsira. Gjithmonë pe prindit, prej aksaj, pe kësaj, femna nuk gëzon me bëni biznes, femna zban këto, apo kupton e jo. Tash ti e femnën po i ki bo kejtë dhe punon edhe sot. E tjerat femna është gjëna te femna, pse? Nuk lejon gjithmonë me punu. Edhe tani femnat i bojnë do gjona që s'ban mi bo. Po e bojnë në një rrugë standarde në Kosovë ose në Shqipëri, 1.000 euro, edhe këshëre që kanë me mujtë popullë ose njerëz me lu me femnën, ta shumë, ja mund me lu ajo. Pse? Femna ma i ka 1.000 euro në gjepë të vetin, nuk mirët asë me qëta, asë me qëta, asë me qëta, po kuptën? Po të ashti, normal që edhe e ullin femnën se s'ka, e tani a ban tablin një telefon, tablin një ore, mos punë që atje, mos punë qëtu. Edhe problemi është ja s'ki problemi dhe punëtorë së në gjonë se tjetëri i thot, hamore telefonin tablin, mos shkati me punu për 400 euro. Me ba një pyetje në që s'është mundur. Falenderit. Doja të thoja, pse janë mush shtëpitet moshuarve plot edhe shumë prindër janë të braktisur sot nga kjo gjenerat e cila sot nuk po sheh prindrin, por po shohin në veten e tyre. Për shkak e edukatës që ai nuk e ka popull. Unë po foli, veç po foli që unë jam në, po flasim për nevojave tona. Unë po foli për veten time, nuk përfaqësoj as Kosovën as kërkonet. Unë veç po foli për veti, edhe po foli që unë për shembull i du shumë fëmijët, edhe pleqt i du shumë. Në tej mose. E pse janë mushën të ndishta me thonë? 2 herë plaki i bëhet fëmijë, kështu që janë mush për shkak se në ditën e sodit janë të ju pengu prind. Po, fëmijëve të vetë shamë. Ta është në dalë në rrugë. E ku është edukata ati prindri që rritja të fëmijë? Për shkak të moshës. Po, ashtë të regoj? Do më thonë, nuk e negane ma prindrin e vetë. Edhe prindit distancohet se lodhet ma. Po. E ti e the pak për para, edhe është për të përgëzu, vërtet, që the, unë akoma sot respektoj vendimet dhe këshillat e prindërve. Unë para se morë në emision, nëna jam i ka 78 vjetë, pashtu edhe baba, e kun vetë me familje shumë, e kun vetë nëna për shkak që edhe është thonë se shumë e flakt e Antigunës. E përshëndesim. E përshëndes shumë prindërit. Edhe e kun vetë, ku më thonë nëna, më shku, ka thonë, të Antiguna, po për tjerë nuk kam qef. E pikërisht, prandaj të thash dhe unë pak përpara që ti dhe një mesazh pak përpara. E pse të mos jetë edhe shoqëria jonë sot? Po, tash ti të fol tjetër temë, pse po braktisën prindrit. Hajde Dash. Pse po braktisën prindrit? Shumë është e thjeshtë. Hajde. Edhe do të më marrë me mësu këta, edhe prind. Për shembull në kam një pasuni. Dashi tëna i lidh me pasuni. Po, për shumë pidoj ka pare. Po, jo, se du pare të son punoj. Punoj për pare, po punoj une, se kam problem, se nashtë e dim paka shumë sa kam unë. Punoj për me fitu kur gjaj, që absolut së me interesan me punu. Unë s'punoj për me punu se kam sa dush. Po, problemi e se gjdo një ani mundohet, i ka 3.000 po marrëm shambull. I ka bon 70 vjetë. Se kjo është mesazh për krejt, le ta marrën që shdush ku sheshe. I ka bon 70 vjetë, edhe i ka 2 djemë edhe një qirë. Pasuninja dojtë 2 djemëve. Për veti s'la kur gjë pasuni. Nëse kem këtë problem në gjaku, në rafshduka gjinët halal. Unë qëto problemi po i shëpë, se po shkojnë që ata prind, se po shkojnë që ata prind që atje. Prindi po shkojnë që atje, po shkak se ti, para se me vdek po ja donë fëmijës pasunion,
edhe ai mo nuk po interesum për ty, edhe po të përzep dhe dilë që atje. Pe merë gruan, gruja për të stadoroj babën, se gruja veç e ka venin ku me nejt me djallin. Tash, për shka me dë, aj se dënë, tash kjo edhe për karakterit, nuk po thamën e krejt. Njerëzit që veprojnë kësi mënyra, nëse një prind e rumë pasunin për veti, unë e rrivla kam pasunin për veti. E ti fajson prindrin në këtë mes? Ti fajson prindrin në këtë mes? Normal që më nëndi. Ta shpegaj. Seriozisht fajson? Prindri është i krejtve. Më falë, lutem. Prindri nuk motet me pasunin. Seriozisht e mendon që duhet ta fajsoj prindrin? Po, more. Që më nëndi? Jo. Pse? Nuk është fajtor prindri. Prindri është i krejtve. Kush është? Është fajtor fëmia i cili nuk arrin ta kuptojë veten e vet, se kur të bëhet prindër vetë ai do ta kuptojë dhimbjen. Nuk e të kuptuti, unë sam të fajsu prindin. Edhe mundin ati prindrit i cili arriti e bëri prindër. Prindi do të me kuptu, një sekund, pep mesazh prindi. Unë e kam pasunin tem. Nëse unë i kam fëmijët edhe caktoj para se me vdek pasunin atyne, pse më këshyr, pa ta s'm këshyrin more. Po ka prind që s'kan pasuni hiç. Edhe është fëmijë i pasur. Mos e gotë se fëmia e milioneri, nëse prindi s'ka pas pasuni. Fëmia e milioneri nuk shkon atje. Nuk shkon. As prindi. Po bashkë ata po shkojnë. Prindri nuk ka pas pasuni. Unë jam një prindër që s'kam pasuni. Fëmia em është bëj pasun. Tash çka më bë fëmia? Me çka ndodhen në shtëpi të nuk ndodha. Nuk ndodha. Nuk ndodha. Ai që bën i pasun nuk e çon babën e vet atje. Nuk ka si rast. Po bre, Rosin Impes, ata në Gjermani në shku që e ka rrejt flokën, ata në Gjermani janë e kanë qu flokën e rrehen, është pasun, ata krejt jashtë janë. A disa raste mund me pas, nëse unë jam i pasën edhe me që prindin të hem atje, është 1-2 raste. 85% rastet janë ku, unë e gjisonën një njerës, që ka ndodhë që këmë thonë o zotë një njerë, po ty pse ta dha babën pasunia, pse pe përze babën, pse s'pengon babën, haqë së mëre, së manim për to. Konë jo që e kanë rejmër e... Ama vetëm edhe i gjatë duhet dishe dash. Asë një prindër nuk lind i pasur dhe asë një prindër nuk vdes i pasur. O ti i pasur zesë kur kush, sa e ka me dek. Po, mos dalim për teme, ti, pupa, a i kënë dëgju prindërit e tu? Në fakt, fatkeqësisht, unë jam rrit një institucion shtetëror që 3 muajsh dhe për fat keq ose për fatin e keqtimin që unë nuk i njoh prindërit, jam rritur me prindër jo biologjik deri në një fart kohe. Unë i kam marrë këshillat atyre e deri në moshën 12 vjeç dhe pas moshës 12 vjeç jetën e kam vazhdu vetë. Sikur ti kishe pas prindrit edhe sikur të... Se ti the që po nëse e ke vazhdu të i hidi kun ata prind, a janë gjallë? Nuk i ka gjetë kur. As këta as ata? As një por që janë, si dhe janë gjallë ajo? A tjetër aja? Vetëm, a pedin ti pytjena? Jo, veç deshta me dita janë... A t'ja bëj pytjen? Banja unë s'po të lidhe. Ti në fillim të emisionit në the që prindi nuk duhet me u përzin vendimet e fëmijëve mas moshës 18 vjeçe. Sikur ti kishe pas prindit gjallë, edhe sikur të kishin qenë ata gjallë akoma mas sot, edhe mas moshës 18 vjeçare, a mendon që do të kishin ndikun jetën tënde, do të kishin ndikun vendimet e tua? Me këto mendime që kam sot, jam i gatshëm dhe jetën të jap për ato prindër, jo ma këshillat e tyre. Dhe më thanë, 100% kishin mujt me ndikun ty. Po, sepse me këto mendime që kam sot, me këtë mendje që kam sot, unë dua që prindërit t'i shoh, t'i respektoj dhe ato të kenë vendin e caktuar edhe të merituar ashtu si që meritojnë si prindër. Dhe më thanë, ti për veti i kishen dëgju prindit. Me këto mend që kam sot po, që unë jam vetë prindër, jam vetë gjysh. Mirë. Dash, a i kënë dëgju ti prindrit? Po unë për fjallet babës kom arritën, s'kisha arrit pa i ndëgju, po kupten, është gjë normale, është po edhe prindin e kom pas me që më ka ditë që më thonë, po kupten. A ka ndodhë një rast kur nuk ka qenë dakord me atë që ka ke bati? Po jo, gjithmonë na kam dakord, s'ka pas, s'kena pas, kesh kuptim, me tash një edhe të gjithë po mbrim të fjalla Violetës. Po s'kum pa dëgjam, asën se kum bani gjatë që s'do të me ba, s'kum gabu, edhe aj, fjallën e gjithmonë kum jetu me fjallë prindit. Ki gabu ka hapin e parë, tash një gabime s'ka lidhje. Unë po folin gjithmonë në arritjen e jetës. Unë gjithmonë hapin e parë që e bajnë, kur qona këtu, fjallën e babës.
kur nisem me gjan fjalën e babas, gjithmonë me fjalën e babas jam nis ku më jetua, po kupton. Po baba ka shumë i meç që më ka ditë më mësu. Tash s'po tham që ti shkon baba jam që s'ka ditë më mësu, se kisha ngu. Se kisha ngu, s'm kishte interesu. Sot më thonë mëse ban këto se ngoj. Po gabim e ki. Po s'po kupton. Ti ai ke ngu prindrit e tu? Gjithmonë e jetë që i kom negu për shkak se unë kam edhe fëmijë më i vogël. I kam edhe me motrën 15 vite diferencë. Edhe më kam pak fëmijë më i përkthelu dhe ma lazdruar në atë aspektin edhe jam rrit si princesh. Nuk më kam ngu kur gjë për shkak se babën e kom pasë në Zvicër. Edhe gjithmonë i kom negu, po edhe më kanë negu. S'ma kanë prish kur, as ja kom prish kur. A ngojnë fëmija tash? Po shumë. I kam më fëmijë të mrekullueshëm edhe falenderoj Zotin për ata mendimin që e kanë, se më me pas fëmijë mendim ndryshëm edhe më s'me negu prindrit. Po më negojnë shumë edhe janë shumë mirë edhe në mësime, edhe dash Zoti edhe vazhdojnë kështu edhe më negojnë edhe kur të rriten. E nëse më kishte thonë baba mu sot mos hajde të Antigona? Mu visë më ka thonë ona ju mordh. Po që më kishte thonë mu baba mos hajde? Qa po thu me bone nëse më kishte thonë baba mos shkoj? Shumë jam kanë e lodhë, s'kum pas dyqysh, po visë më ka thonë ona për një orë ju më quj ju po thonë ngoj gjithmonë fjalën e prindit. Që thotë mu baba mos shkoj sot te Antigona. S'kem më shku. Me më pa thonë mos shkoj se çfarë shku. Se shahor faktikisht, po e di që ona jam. Për çka kam ngunen? Ku jam të shkunë? Unë gjithmonë negoj edhe si çuna me. Ti ke ngu tut e kësaj pithu mos e nga. Jo, s'po kupton. Unë nuk e di, apo kupton ajo. Unë ngoj në atë pjesën ku është mirë, ai. Po unë gjithmonë prindët e mi kam mësuar. Ai më thonë mos mirë me drogë smirna, mos e ban këtë punë, mos e ban. Amo pjesë ku kam unë interes me shku. Se me vetën e prindin ku kam unë interes personalisht me shku. Pse lejon ti fëmin me ta mor drogën? Shamull. S'po po dëgjoj mirë dhe më ka të kuptoj shumë mirë. Unë s'kam çka leje ai. Nuk është prindri që e çon fëmijën te droga. Duhet ta kuptosh. Si ato mund të duhet të kuptosh diçka të lutem. Droga. Deri tani të dëgjova dhe të respektoj edhe për opinionet dhe mendimet se janë të tuat. Edhe i respektoj të gjitha. Por nuk mund thuash që një prindër sot mund të çojë një fëmijë drejt drogës. Jo me çu. Po them. Po shkon drejt droga, atëherë më po tani është pjesa e shoqërisë, pra se kur tham pak përpara që pas moshës 18 vjeç ndikon dhe shoqëria. Unë të fëmijët e mi i këshyre dhe shoqërinë më kanë shoqëror. Mos po them që 70% më shumë ndikon shoqëria se sa prindërit. Pilem se kena zënë shumë. Në zgjedhjen e partnerit jetësor, a duhen me ndiku prindrit ajo? Po. Duhen me ndiku. Duhet të ndikohen për momentin sepse këshillat e tyre japin rrugën e drejtë e jetës atyre. Për me zgjedh partnerin e jetës, a duhet me ndiku prindja jo? Po, është gjë normale, nëse pse mos me pyet prindin se pak a shumë bazohet. Prindi na është më me diçka më shumë. Pse jo? Kisha thonë po. Violet? Unë me mësit, domethënë jam martuar, jam fiu, e kam ndiku babën, nanën, kështu që okay jena. E fëmijët e tu? Besoj që kanë ndiku. Beson që kanë ndiku. Po, është mirë me pas një bashkëpunim. Unë mendoj që këtu na e përfundojmë këtë debat për sonte. Unë ju falenderoj që keni qenë pjesë e këtij debati. Faleminderit juve. Shumë për juve. Pupa, faleminderit, Dashi, faleminderit. Respekt. Violet, faleminderit shumë. Më lejo vetëm të jap një mesazh. Urdhna. Të falenderoj. Ju falenderoj të gjithëve. I them publikut shqiptar anë mban kudo qoftë. Respektoni prindërin sa e keni. Mos bëni kilometra pasi ato prindër nuk jetojnë. Bëni kilometra dhe përqafojeni sa e keni, sepse një ditë do ta kuptoni se do t'i mungoj. Respekt për prindërit. Faleminderit, Pupa. Miq të mi, kështu më rënim fare në fund të këtij debati. Unë ju falenderoj juve të gjithëve të cilët na keni ndjek, ju të cilët na shkruani komente, reagoni në video tona, bëneni subscribe faqen tonë në Facebook edhe në Instagram. Për bukurinë time kujdeset Miliona Estetik, e cila gjendet tashmë në rrugën B, të gjitha shërbimet kozmetike estetike mundri mi marrë atë, kundër rrudhjeve, kundër plaka, pleqnis, e tutje, gjeni Instagram, bëneni terminin tuj, edhe derisa shkoni atje dhe derisa të vini në tjetër emision Madam ose tjerat emisionet e First Channel, ju duheni me qenë të but me veten, shumë të kujdesshëm me të tjerët, natën e mirë.